Një revolje ilegale e cila nuk përkon me modelet që përdoren nga policia e Kosovës është gjetur e fshehur në një veturë zyrtare të policisë së Kosovës. Sipas raportimeve të para, revolja e tipit Ekol është gjetur në një veturë Golf 5 e cila shfrytëzohet nga stacioni Qendra në Prishtinë, ndërsa vazhdon të mbetet mister se si kjo revolje ka përfunduar nën karrigën e veturës së policisë. Arber Beka, zëdhënës Inspektoriatit Policor të Kosovës, ka konfirmuar për gazeta Jeta në Kosovë se janë nisur hetimet për këtë çështje. Po, Inspektorati Policor mund ta konfirmoj se gjatë ditës djeshme ka pranuar një telefonat sipari nga Policia e Kosovës se në një autolar në fshatin Bresit të Fush Kosovës është gjetur një revolje, e cila nuk është e llojit të revoleve zyrtare çfarë posedon Policia e Kosovës. Bëhet fjalë për një revolje Ekol 9 mm, e cila është gjetur me karikator, po pa municion brenda. Bazuar në autorizimet ligjore, Policia e Kosovës... Konkretisht në çka është gjetur ajo revolje? Është gjetur në pjesën e prapme, nën tepijat ku vendosen këmbët e pasagerëve. Në veturë të policisë. Në veturë të policisë. Beka më tutje shtoi se raportimi i parë për këtë çështje ka ardhur nga vetë Policia e Kosovës, ndërsa pas raportimit, IPK ka konfiskuar revoljen, e cila do të dërgohet në ekzaminim në laboratorin e kriminalistikës. Pas këtij rastin, sot kemi pranuar komplet dosin lëndën për këtë rast nga Policia e Kosovës. Rasti është caktuar disa hetuese nga Departamenti i Hetimeve. Përveç rastit, Inspektorati Policor është posedim edhe të armës e cila është gjetur. Kjo armë gjatë ditëve në vijim do të dërgohet për ekzaminim në detaje në Agjencinë Kosovare të Forenzikës. Natyrisht përveç dërgimit në laborator për ekzaminim do të tërmerret edhe një sër veprimesh tjera procedurale hetimore në konsultim edhe me prokurorin kompetent. Prej ka ardhur informacioni në inspektoriat që revolja është gjetur në veturë zyrtare të policisë? Vetë policia ka një veturë zyrtarisht Inspektorati Policor. Ka në dyshim ka mujtë e revolje me ardhmë? Procedura hetimore do të tregoj edhe preardhjen e revoljes, natyrisht do të presim edhe ekzaminimin e armës. Gjatë ekzaminimit do të dihet se parafërsisht është përdorur në ndonjë rast tjetër para kjo armë, edhe detaje tjera që janë pjesë e procedurës hetimore.